Gjatë fushatës elektorale, në adresë të presidentit, u nisën disa kërkesa, ku njoftohej dhe i bëhej thirrje që të vepronte për të ndalur aktivitetin politik të trupit diplomatik në disa vende të Europës. Sipas Partisë Demokratike, Begaj si kreu i shtetit do duhej që të kërkonte nga trupi diplomatik që mos u ndërhynin në fushatë, por ankesa e tyre nuk u dëgjua. Përmes mos veprimit të tij, ka lejuar përfshirjen e palishme të trupit diplomatik të Republikës Shqipërisë, të akredituar në disa shtete të huaja në aktivitet politik zgjedhor të partisë në pushtet, duke mundësuar paparazin e garës zgjedhore të 11 majit dhe duke lejuar me vedije shkrirjen e shtetit me partinë në pushtet në zgjedhje. Për pasoj, presidenti Begaj ka kryer shkelje të rëndë të kushtetutës, ka cënuar barazin e palëve në zgjedhje, duke lejuar shkrirjen e shtetit me partinë në pushtet. Fakt është që përfaqësuesi diplomatik, ambasador, gjatë periudhës fushatës, ju bashkëngjiten veprimtarisë së Partisë Socialiste dhe jo kryeministrit. Në fushatën e tyre në diasporë, është shkelje e rregullave të ligjit për diplomatët. Por në këtë rast, presidenti i Republikës nuk ka përgjegjësi. Përgjegjësia është individuale. Përgjegjësia është e gjithë atyre ambasadorëve apo përfaqësuesve diplomatik, të cilët duhet të ruajnë neutralitetin partijak gjatë çdo lloj veprimtarie apo sidomos fushatave. Ndaj nuk është përgjegjësi e drejtë për drejtë e presidentit të Republikës. Angazhimi i këtyre personave të cilët janë pjesë e stafit diplomatik apo e trupit diplomatik në zgjedhje është një shkelje, por shkelje është shkelje e ligjit dhe duhet përgjigjet personalisht gjithë secili që i ka bërë. Kështu që unë besoj që presidenti i Republikës ka pak apo as pak gisht në këtë. Këshilltari juridik i presidentit, Ilir Usmali, prej vitesh tashmë është pjesë e Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve. Prania e tij në kas për demokratët është cilësuar si ndërhyrje e presidentit në proces zgjedhor, dhe për ta është një shkak më shumë që Begaj duhet të largohet nga zyra. Ka lejuar angazhimin e kabinetit të tij në procesin e administrimit të zgjedhjeve në fazat të mëhershme, nga faza ku futet në lojë institucioni i presidentit të Republikës, duke injoruar përgjegjësitë kushtetuese të presidentit të Republikës lidhur me rezultatin e zgjedhjeve dhe duke konsumuar një ndërhyrje flagrante antikushtetuese të institucionit të presidentit të Republikës në zgjedhje. Kjo ka përforcuar perceptimin se shkrirja e shtetit dhe partisë në zgjedhje është forcuar, si dhe ka rënuar neutralitetin politik që duhet të gëzojë institucioni i presidentit të Republikës. Kurse nuk është shkelje. Nuk ka asnjë ligj i cili të thotë që një përfaqësues i presidentit, një këshilltar i presidentit i pengohet e drejta për të qenë edhe në një organizëm siç është KQZ-ja. Madje do doja të thoja sa mirë që në përbërjen e KQZ-s ka dhe një përfaqësues që nuk vjen nga Partia Socialiste apo nga Partia Demokratike. Dikur, KQZ-ja, e sidomos kreu i saj, përcaktoi dhe me ndërhyrjen e presidentit të Republikës. Ndaj, përkundër asaj se çfarë pretendohet, është shenjë mirë që një përfaqësues i një institucioni që pretendohet të jetë mbi palët, të jetë te KQZ-ja. Ne duhet t'i japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Unë nuk besoj që presidenti i Republikës duhet mbaj përgjegjësi për këshilltarin e vet nëse ka një shkelje. Unë besoj që nuk ka një shkelje, sepse edhe antari i kasit mund të jetë edhe këshilltari i presidentit të Republikës, për aq kohë sa ka disa filtra që e kanë normuar këtë pjesë.